Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sot sërish së bashku për të sjellë në vëmendje një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme. Po të futemi në rrjetin social TikTok, është bërë publike një video ku parukjeri mundohej që t'i jap informacion Eglit nga jashtë. Tani dyshimet janë këto të dyja. Ose Egli dhe parukjeri njihen edhe po bëjnë një bisedë bashkarisht të dy për momentin që Egli ka qenë jashtë shtëpisë dhe parukjerit i ka mbetur hatri që nuk e ka thirrë Eglin në telefon, ose parukjeri mundohet që t'i jap një informacion nga jashtë që Egli të ndryshon strategjinë e saj të lojës. Parukjeri i thot: kam inat me ty, nuk më ke thirrë në momentin që ti ke dalur jashtë, nuk më ke thirrë për kafe, ndërsa Egli thot: si nuk të kam thirrë, thot, ne kemi folë në telefon. Po pra në telefon, thot, po nuk jemi takuar personalisht. Dhe Egli thot: unë kam qenë në shtëpi, thot, s'kam dalë fare. Kush ka dashur të ka ardhur aty? Do me thënë, tani dyshimet janë shumë të mëdha që parukjeri dëshironte që Egli t'i jep informacion që ty të kanë inat jashtë njerëzit, do me thënë fillon ndryshon strategji, ose ka qenë një bashkëbisedë e të dyve së bashku. Menjëherë ka patur ndërhyrje nga produksioni, ku i thot Egli kujdes mikrofonin, dhe djali në fjalë shtangon dhe shqetësohet sepse ka sjell një informacion nga jashtë. Mënyra se si parukjeri reagoi, do me thënë nënkupton që ai ka dashur t'i jep një informacion nga jashtë Eglit. Por, nga mënyra që unë dëgjova se si bështe biseda mes Eglit edhe mes parukjerit, arrita të kuptoj që nuk është një informacion nga jashtë, por është një bisedë mes tyre që parukjeri dhe Egli njiheshin nga jashtë. Do me thënë e njihnin njëri tjetrin. Dhe besoj e gjithë çështja, e gjithë gjëja ishte kjo, që ato të dy mundoheshin të ndajnë një moment që ato nuk janë takuar jashtë. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj për këtë situatë.